Mirë, rikthehemi sërish me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, zoti Klos. Zoti Klos, atëherë e lam atë që ta Landi, dhe bishë që vura unë. A do bëj dot Partia Socialiste opozitën e vetës? Pjesa parë është ajo e sistemit, pra sa se kam merak. Pra, kur zotin Bego ishte më aktiv në politik me Partinë Demokratike, propozuan që të kenë një sistem, një zonë elektoral. Ta si shembull ai, përmend si shembull. Pra atje Shqipëria proporcional i pastër. Tani ne ndërkohë që nga krau tjetër themi sa më shumë deputetët lidhur me territorin, sa më shumë njerëz ta dinë për kë votojnë. Pra ne ky sistem, pra ne them unë që ky është shumë i mirë. Ka edhe ato që kishte mazhoritare që deputetët janë të lidhur me territorin, ka dhe proporcionalin që dihet se kush janë deputetët e Gjirokastrës, deputetët e Dibrës, deputetët e Shkodrës, deputetët e Fierit. Sistemi proporcional kombëtar do ta humbte komplet lidhjen e deputetit me territorin. Me 4 rajone e listës. Pastaj po futen me 4, pse me 1, pse me 2, pse me 4, pse me 6, pse me 12. Barazon votën. Pastaj është histori tjetër. Barazon votën, jep vler votën, s'ka me 4. Lutem Bego. Kjo diskutim, është vetëm për argument për legislatë. Po kapën tek unë kam vetëm 2. Përket pastaj, asaj që i përket, a do bëj Partia Socialiste opozitën e vetës? E ta fakt një përpara, po nuk ndërhyra dot. Ligji i dekriminalizimit është vullnet i Partisë Socialiste, vot e pastër e Edi Ramës dhe socializëm në parlament, siç janë gjithë të gjërat e tjera që kanë bërë të mundur të gjithë të që kemi. Drejtësia e re është vot e Partisë Socialiste, mbështetje e Partisë Socialiste, garant ishte Partia Socialiste dhe njerëzit na votuan me 83 mandate, edhe pse dolëm të vetmet garant për drejtësinë e re në politikën shqiptare. Ndaj jeni në pushtet, i bëni ca gjëra. Po me votin e opozitës se keni i cili largon nga gara çdo kandidat i cili nuk deklaron çdo incident të jetës ti në të gjitha vitet. Kod bile me thonë vërtetë. Po, dakord, kjo është puna shqiptare që i bëjmë gjërat pastaj strikt. Jo, kjo është puna juaj që bëni ligje antikushtetuese për hir të vullnetit politik. Pastaj nuk e di kjo është e mesme. Por ama ligji ka bërë vullneti Partisë Socialiste ka bërë, vullneti Edi Ramës ka bërë që ne të kemi vetë kontroll të atyre që ka krijuar këto hapësira. E bët pazar me PD, po ligji i dekriminalizimit është ligj antikushtetues. Kushdo që e çon gjykat Strasburgut është e sigurt që ai digj rrezon. Produkti ka qenë i tillë. Tani nuk kemi deputetë rekorde kriminale. Produktet e vullnetit politik janë gjithmonë sot nuk kemi as baramenasjetën politike, një produkt me hije kriminale. Po, produkti doli i mirë. Po, doli që doli i mirë. Po ligji është antikushtetues. Jemi dakord te kjo. Kemi bërë kompromise, kemi pranuar. Kontestoj. Zoti Klosi besoj se duhet vë basnë, me them në figurative që nuk do kenë ndryshime kodit zgjedhor, sepse atë vendos zoti Rama. Mund të ketë surpriza, mund vendosë ai dhe gjithë diskutimi bie. Mund vendosë. Obama do ta marrë përgjegjësinë vetë e radhë. Ndryshime e para dyta, sa për Shqipërinë që të jetë të hapet në një listë vetme, siç Maqedonia e Veriut, unë mendoj që vërtet ja vlen, sepse siç është qarku i Tiranës, që janë vërtet 30 sa deputet, kandidat për deputet, 37, po për organizim të brendshëm, secili mbulon të një zonë caktuar. Kështu mund të bëhet edhe për Shqipërinë. Këto janë arsyetime. Po modele ka. Po modele ka, nuk mund të thuash që nuk do e bëjnë dot këtë sepse do ketë lidhje sepse këtë deputet. Çdo sistem ka avantazhe. Pastaj nuk do të kjo, po shumë e thjeshtë zoti Klosi. Zgjidhni çfarë do lloj sistemi doni. Vetëm bëjeni votim elektronik, dhe numërim elektronik, është e tmerrshme. Dhe jo të politizuar komisionerët. Është e tmerrshme kjo gjë. E tregojmë vora se kjo mund të realizohet. Apo jo, siç realizojmë, e ka thënë Celi Bashi realizojmë, vor e realizoi në 110. Dhe çfarë ndodhi 11 maj për shkak të vullneteve dhe presioneve politike, u detyroi KQZ-ja mos ta jepte rezultatin e vorës se mos ta mërzitë doktori. Mund të mërzit profesori, si ka piktori. Po jo, rëndësi ka që rezultati, njerëzit votojnë. Edhe sot janë zonat më të pakontestuara. Dhe të pakontestuara, dhe ajo dhe 110. Pyetja tek opozita që mund t'i bëni vetes lidhet në fakt me një premtim apo një deklarim që ka bërë zoti Rama lidhur me gjetjen e mekanizmit për të luftuar për të parandaluar korrupsionin në administratë. Zoti Klosi, pasi le të themi sot drejtësia, ja ku keni prapa kurizit, ato që quhej numri 2 i partisë e tjerë nga slengut mediatik, kuptohet, zoti Velia i cili sot është prapa epurave. Pa folur pastaj që ka ca tjerë që thonë Sara Mila është, pavarësisht unë kam respekt për Sarën se kisha një intervistë duk vajzë goxhaj përgatitur, pa ama akuzat nga opozita
një pjesë e medias vazhdojnë. Pastaj po folim te sistemi politik, kemi dhe Zigjinë Çaushin, e cila është aty një person i panjohur, e cila sot është nga personat më të votuar në qarkun e Fierit dhe sidomos në diasporë në votën e Fierit. Megjithatë, ka zëvendësuar Mojkom Zeqon për shembull. Mojkomi Ndjes pas. E ka është ndjes pas. Jo, në kuptimin nuk ka zëvendësuar Mojkomi nuk zëvendësor. Jo, në kuptimin e por ajo që po thoya s'kemi Mojkom, po kemi Zeqin e kisha fjalën. Korrupsioni, shpërdorimi i detyrës. Le ta quajmë shpërdorimi i detyrës, me pasojë korrupsione. Dash personal, dash tjerëve të tjerë. Mendoni që kjo është një sfidë e fortë me cilën do përballet partia juaj këto 4 vite? Është një sfidë e fortë me cilën është përballë, do të përballë, po përballë dhe do përballë. Pra çdo qeverisje, sa herë që ti merr një vendim administrativ, padyshim është një gjë që hetohet, e gjykon kontrolli i brendshëm, e gjykojnë kontrollet, e gjykojnë kontrolli i lartë i shtetit, e gjykon prokuroria. Pra, fakti që ne kemi krijuar të gjitha hapësirat që çdo gjë të hetohet, të gjykohet dhe padyshim të mos ketë asnjë ndikim politik në këtë gjykim, është ajo që vetëm një forcë politike si Partia Socialiste me vizionin e saj Shqipërinë 2030 dhe Shqipërinë Bashkimin Evropian mund ta realizonte. Dhe po e bën, padyshim do përfundojnë të gjitha çështjet që gjykohen nga prokuroria. Asnjëherë s'kam. Çdo ditë merret një vendim i re, çdo ditë. Por ama nuk mund të themi dhe askush nuk mund ta mohojë faktin që besimi i njerëzve te drejtësia e re është sepse kjo drejtësi godet dhe nuk pyet se kush është personi që e ka bërë veprimin. Dhe kudo që gjehen shkelje dhe abuzim me të drejtën për të qeverisur, ti ke të gjithë detyrimin që të shkosh i vetëm në dyert e drejtësisë dhe të mbrohesh si një individ që ke bërë faj. Pra nuk kemi, dhe kjo është arritje madhe besoj e politikës shqiptare, që politika nuk ndikon në vendimet e gjyqësorit. A do t'jetë kjo një sfidë në mandatën e 4? Po padyshim do t'jetë një sfidë në mandatën e 4. Pra për të krijuar të gjitha hapësirat që drejtësia të jetë e pavarur, drejtësia të gjykojë drejt dhe mos kemi asnjë mbrojtje politike mbi akuzat për